Protesta e paralajmëruar disa ditë më parë nga Lazion Petri, një personazh butaforik në Korçë që pretendon se ka mbështetje të madhe qytetare, rezultoi totalisht një dështim. Pavarësisht thirrjeve publike për mobilizim qytetar, para bashkisë u panë vetëm disa persona, kryesisht miq të organizatorit Lazion Petri, si dhe forcat policisë dhe përfaqësues të medjave, të cilët duhet ta ndiqnin këtë protestë. Në pamjet e siguruara nga CNA, numri i pjesëmarrësve duket mjaft i ulët dhe protesta nuk arriti të tërheqë interesin e gjerë qytetar. Ndërkohë, më herët gjatë ditës, ARSH njoftoi se rruga e dëmtuar e Librazhdit do të hapet ditën e martë, duke rikthyer lëvizjen e lirë të mjeteve në këtë segment të rëndësishëm. Ky njoftim erdhi pas disa ditësh problematikash që krijuan vështirësi në qarkullim dhe shqetësime për qytetarët e zonës. Megjithse situata u konsiderua drejt zgjidhjes nga institucionet përgjegjëse, protesta nuk u anullua. Organizatori Lazion Petri dhe mbështetësit e tij vijuan me protestën, duke ngritur akuza për menaxhimin e situatës dhe duke kërkuar përgjegjësi. Edhe pse situata ka marrë drejtim, protesta e kësaj të hënë në Korçë nuk arriti të mobilizojë pjesëmarrje të gjerë. Lazion Petri mbetet një njeri i papërgjegjshëm për faktin se edhe kur problematika zgjidhet, kërkon të protestojë për benefitet e tij politike në Korçë, por si gjithmonë, Korça i jep ujë në bizh të lugës.